Dje rreth orës 11 në autostradën Gostivar-Tetov në kthesën për në fshatin Kamjan, pjesëtarët e policisë për siguri në komunikacion rrugor kanë arrestuar personin me iniciale BM 29 vjeçar nga fshati Pirog. Gjatë kontrollit dhe marrjes së masave është konstatuar se 29 vjeçari ka drejtuar automjetin Audi me targa të Gjermanisë me shpejtësi prej 190 km/h, në një rrugë që shpejtësia maksimale është e lejuar 80 km/h. Personi në fjalë është arrestuar dhe pas zbardhjes së rastit do të ketë padi adekuate. Dje pas dite në sektorin për punë të brendshme, një person me iniciale FB 49 vjeçar ka denoncuar se një person tjetër nga fshati Urviç me iniciale BH, duke falsifikuar dokumentet, i ka përvetësuar pronën. Sipas denoncimit, ai gjatë një kontrolli të pronës ka zbuluar se dy parcelat e tij janë të evidentuara në emër të personit me iniciale BH me vendim të gjykatës themelore të Tetovës, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje rreth orës 10:40 në stacionin policor në Te Arc është denoncuar se gjatë kryerjes së punëve në një rrugë të punësuar në një kompani private kanë gjetur një preth granatës të kalibrit 40 mm. Është kryer hetim në vendngjarje, ndërsa ekspert të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim e kanë larguar të njëjtën në mënyrë të sigurt.